tani çfarë po dëgjojmë në Serbi si diskutim është se si do ta shikojmë Serbinë në të ardhmen dhe çfarë qytetarët dhe studentët që janë në rrugë pothuajse çdo ditë dhe çfarë ata po tregojnë është që diçka e bukur po ndodh këtu dhe njerëzit nga të gjitha qytetet, nga i gjithë vendi pavarësisht se kujt Zoti i luten, nëse janë katolik, ortodoks apo musliman, nëse janë agnostik, janë në të majtë apo në të djathtë të spektrit politik, nuk ka më rëndësi. Këtu njerëzit më në fund besojnë se ata duhet të jenë personalisht më të fortë dhe që duhet të përfshihen në komunitetin politik, në ndërtesat e tyre, në bashkitë e tyre, në qytetet e tyre, apo qoftë edhe në administratën qendrore. Pra çfarë po shikojmë këtu tani në Serbi është një emancipim gigant politik i turmës që ka nisur nga studentët, por tani është më i madh se sa kaq. Dhe kjo është diçka që për ne si aktivist politik që ne do donim të çfarë donim të shikonim me vite të tëra. Kjo do të thotë që për rajonin edhe për shqiptarët që më në fund shpresoj që do të kemi një marrëdhënie më të mirë dhe që mund të udhëtojmë, të punojmë së bashku dhe mund të duam njëri tjetrin dhe të mos kemi më nevojë për të situatë konfliktuale që vetëm sjell njerëzit në pushtete që i bën ata më të pasur, ndërsa ne si qytetar kemi vetëm vuajtje. Pra kjo është çfarë po ndodh në Serbi dhe mendoj se në të gjithë rajonin edhe në Shqipëri duhet të gëzohemi për këtë fakt. Si mund të ndikojë kjo situatë sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i nderuar? I think dialogue between Serbia and Kosovo is almost at the end. Është gati në fund dhe ky është opinioni im. Situata me çfarë po ndodh në Serbi tani nuk reflekton shumë, le të themi, në çështjet politike që janë të forta në Serbi. Dhe kur them e fortë, nuk kuptoj që faktori i impaktit për ndarjen e njerëzve apo strukturat politike të jenë të forta. Pra kjo e gjithë kjo lëvizje tani është për drejtësi, që do të thotë se të gjithë njerëzit duhet të jenë të barabartë përballë institucioneve, përpara ligjit e të tjerë. Ndërsa unë personalisht mendoj që kjo vetëm mund të sjellë një situatë më të mirë për të gjithë rajonin, edhe në vendin tonë që ka probleme me kohën e shkuar, me konfliktet e shkuara siç kemi patur në Kosovë, në Bosnjë, në Kroaci, kudo që mund të vini emri. Shumë njerëz nga rajoni janë duke përshëndetur të gjithë të lëvizjet të shëndetshme që po ndodh tani në Serbi. Zoti Miketiç, Edvin Kulluri, një politikan i njohur shqiptar, dëshiron që t'ju adresoj një pyetje. Okay, thank you. Përshëndetje. Kam pasur fatin që për shkak të impenjimeve në disa konferenca dhe iniciativa rajonale të takoj kolegë, gazetar dhe politikan serb në vite. Dhe kam pasur kënaqësinë të takoj shumë njerëz të këtyre fushave, të cilët kanë qenë gjithmonë të moderuar, të mirëkuptueshëm edhe për rajonin, po edhe në raport me institucionet ndërkombëtare perëndimore, kryesisht flas Bashkinë Evropiane dhe NATO-n. Serbia për shkak të pozicionit saj gjeostrategjik dhe historisë saj ka pasur një mëdyshje historike, e cila vjen kryesisht prej traditës politike. A mendoni se ka ardhur momenti që Serbia të shkëputet nga dyzimet dhe të hyrë në rrugën e rule of law, pra rregullit të ligjit, sundimit ligjit, institucioneve që funksionojnë mbi bazën e ndarjes pushteteve, barazisë para ligjit, të cilat garantojnë qeverisje të pakorruptuar, të virtytit dhe më të mirë për qytetarët serb. A mendoni se ky moment, që nuk është i pari që ka tensione, është momenti final që mund të ndajë Serbinë nga tranzicioni drejt, po themi, një vendi demokratik dhe të tregut lirë, apo ka ende dyshime se Vučić mund ta tejkalojë dhe këtë vështirësi?
Faleminderit për pyetjen dhe kjo është diçka që unë po luftoj gati për gjithë jetën time. Kam qenë pjesë e protestës studentore në 5 tetor kur Milošević u rrëzua dhe Mr. Vučić ishte pjesë e qeverisë së tij në atë kohë. Dhe unë si aktivist, si qytetar dhe si politikan me të vërtet po luftoj për Serbi që t'jetë pjesë e BE-s dhe të jetë pjesë e çdo strukture që sjell